Fillon ceremonia zyrtare e dorëzimit të medaljeve, të cilat po i dorëzon presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armando Duka. Janë lojtarët e skuadrës Beslidjes që janë shpallur kampion të kategorisë së dytë dhe janë nderuar me kupën e këtij kampionati, por dhe medaljet e fituesve. Pra me këtë fitore, skuadra lezhjane Beslidja realizon triptikun e suksesshëm të këtij edicioni futbollistik. Pra shpallet tash është presidenti i skuadrës së Beslidjes, zoti Pirin Fushaj, i cili merr drutërkite të zjarta nga tifozëria e shumtë. Është pikërisht Pirin Fushaj, ai që bëri këtë histori, ai që bëri këtë mrekulli, do të thoja që skuadra lezhjane të realizoj triptikun e rëndësishëm. Ja përqafohet tani me trajnerin e skuadrës Elvis Plori, me drejtorin teknik Malota, ish futbollistë e njohur të kampionatit shqiptar, të ekipeve elitare të futbollit. Dhe afrohen për të marrë me tani Raboshta. Pastaj Alket Kruja, zëvendës trajneri i skuadrës, me radhë lojtarët. Tifozëria e skuadrës Sorikut ka braktisur shkallët e stadiumit, por duhet evidentuar dhe vlerësuar fakti i sjelljes mjaft sportive të lojtarëve të skuadrës Sorikut, të cilët i përgëzuan kolegët e tyre të skuadrës së Beslidjas, dhe tani është Armando Duka që i dorëzon kapitenit të skuadrës kupën e kategorisë së dytë. Midis entuziazmit, vërtet fest, emocione dhe entuziazm i papërshkruar në shkallët e stadiumit Niko Dovana, entuziazm i lojtarëve të skuadrës së Beslidjes, i stafit dhe të gjithë faktorëve që bën të mundur që skuadra e Beslidjes të kthehet në grupin e skuadrave të kategorisë së dytë me synime të qarta, ashtu siç është thënë në fillim të këtij kampionati nga presidenti Pirin Fushaj, që do të synojmë pse jo edhe superioren. Është një ëndër që duhet besuar se mund të realizohet, sepse kur gjërat programohen dhe gjërave u qëndrohet mbi krye, kur për gjërat të madhore investohet, ashtu siç ka bërë presidenti Fushaj në bashkëpunim me Bashkinë e Lezhës dhe kryetarin e saj, zotin Pirin Dreu, pra është bërë i mundur ky sukses i skuadrës së Beslidjes, e cila është shpallë kampione e kategorisë së dytë. Sot duke mbyllur triptikun e 3 sukseseve të arritura. Së pari daljen në kategorinë e parë, së dyti kampion të grupit A dhe së treti dhe më rëndësishmja kampion të kategorisë së parë, të kategorisë së dytë, dhe skuadra e Beslidjes në edicionin futbollistik 2026-2027 do të luaj në kategorinë e parë. Tani vinë nga shkallët e stadiumit edhe tifozëria e zjarrt lezhjane, që natyrisht don të ndaj me skuadrën Beslidja, me lojtarët e saj, don të ndaj gëzimin. Janë të veshur një pjesë edhe tifozërisë me bluza, uniformat skuadrës Beslidjes, me shallet skuadrës Beslidjes, me flamuj, dhe emocionet janë vërtet të papërshkruara. Është vërtet një fest e madhe këtu në stadiumin Niko Dovana, një fest me protagonist lezhjan. Janë pikërisht lojtarët e skuadrës së Beslidjes, ata që i kanë dhuruar këtë sukses dhe këtë fitore. Është duhet theksuar fakti se skuadra e Beslidjes
nuk është e vetmja skuadër që nuk ka humbur asnjë ndeshje në këtë kampionat. Është skuadra që ka shënuar më shumë se sa çdo skuadër tjetër. Kola është skuadra që ka në gjirin e saj golshënuesin më të mirë të kampionatit të kategorisë së dytë, i cili është Jasmin Raboshta. Pra janë disa statistika dhe disa shifra që e bëjnë kuptim plot këtë sukses të skuadrës së Beslidjes. Sukses i ardhur pikërisht nga mbështetja e pakursyr e presidentit të këtij ekipi, zotit Pirin Fushaj. Lojtarët po bëjnë fotografitë e çastit, ndërkohë që sa vinë shtohen edhe spektatorët në fushën e Blerdh. Kemi edhe voglush që japin bukuri festës me uniforma të skuadrës Beslidjes. Kemi disa fëmijë shumë të vegjël, do të thoja, 2-3 vjeçar, që janë bashkuar kësaj feste dhe pse jo i kanë dhënë bukurinë, i kanë dhënë pigmentin, i kanë dhënë ngjyrën kësaj feste të bukur që i ka munguar prej vitesh Beslidjes së Lezhës. Pra rikthehet pas një shkëputje të gjatë, rikthehet skuadra e Beslidjes në kategorinë e parë. Është një ekip i krijuar që në vitin 1930, ndoshta është ndër ekipet me histori më të gjatë në rang kombëtar, por në disa vite kaloi një farë lëngate, do të thoja, dhe ja erdhi momenti pikërisht në kohën e duhur, atëherë kur ndoshta mendohej se gjithçka ka marrë fund, por jo. Anglosaksonët më kot nuk thonë kur, mos thuj kur, pasi ka një rizim të skuadrës së Beslidjes dhe pikërisht kjo ka ardhur në këtë edicion futbollistik fal një përkujdesje dhe angazhimi maksimal të gjithë faktorëve që kanë bërë të mundur një rezultat të tillë. Në fakt u nis që në fillim të sezonit, madje në pushim në verë, u nis me emërimin e trajnerit, një ndër trajnerët më të njohur kombëtar, një strateg i këtyre ligave, një strateg për të nxjerrë skuadra në një ligë më lartë, siç është Elvis Flori, të cilit ju bashkangjit një staf teknik me drejtor teknik, lojtarin e njohur Malota, një lojtar me eksperiencë, një lojtar që ka luajtur në ligën superiore të kampionatit kombëtar të futbollit dhe ka mbyllur me Egnatjen si kapiteni i saj. Pastaj për tek stafi teknik me zëvendës trajnerin Alket Kruja, një futbollist i skuadrës së Beslidjes, por dhe skuadrave të njohura Dinamos, Vllaznis, Flamurtarit e ndonjë skuadre tjetër. Dhe vazhdon festa, vazhdon gëzimi, vazhdon entuziazmi në fush. Nuk ka ku të shkoj më mirë se sa kështu, ndërkohë që do të zbresim edhe për intervistat në fushën e Blerdh. Ndërkohë që
Ndërkohë që duhet të evidentoj edhe një fakt tjetër dhe më duhet që personalisht të falenderoj kolegun dhe mikun tim të hershëm, zotin Agustin Sin Marini, që fal pasionit dhe vullnetit të tij kemi bërë të mundur që të transmetojmë të gjitha ndeshjet e skuadrës së Beslidjes, si në Lezhë, ashtu edhe në çdo stadium ku kjo skuadër ka luajtur. Në fakt ndjehemi krenar se kemi bërë atë që duhet kishim bërë. Dhe nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të madhe, por ama kemi bërë atë që pikërisht kemi ndjerë për dhënë dhe ne kontributin modest në këtë sukses vërtet të madh, do të thoja, të futbollit lezhian, që do të arkivohet në historinë e këtij klubi si një ndër sukseset më të arritura për masat e tij. E ripërsërisim, është një sukses shumë përmasor, është një sukses, një triptik suksesi. Pra, dalja në kategorinë e parë, dalja kampion i grupit A të kategorisë së dytë dhe dalja kampion e kategorisë së dytë në shkallë vendi. Pra, me fitoren e sotme ndaj Orikut, jemi dhe kampion të kategorisë së dytë dhe e ka vlerësuar dhe na ka rritur vlerën e këtij triumfi presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armando Duka, i cili ka dhënë titullin dhe ka akorduar medaljet, ndërkohë që këtë ndeshje e ka ndjekur së bashku me zotin Armando Duka, ka qenë i shoqëruar dhe nga kryetari i Bashkisë Lezhë, zoti Pirin Dreu, dhe presidenti i skuadrës së Beslidjes, zoti Pirin Fushaj. Deri sa të zpresim në fushën e Blertë, po mbyllim këtu këtë transmetim për të rilidhur përsëri kur të zpresim në fushën e Blertë.